Fillimisht, në një inë do të shtojmë 125 gram gjalp ose margarin. Mund të përdorni cilën do që ju keni dëshirë. Ne tek gjalpi vazhdojmë të shtojmë 140 gram sheqer në pluhur. Ndërsa për t'i zbutur dhe për të vazhduar për t'i vendosur në zjarr, duhet që të shtojmë brenda 100 ml ujë. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar, presim derisa gjalpi të shkrihet. Ndërkohë që presim që gjalpi të na shkrihet, në një inë tjetër më të madhe, shtojmë 300 gram biskota të bluara. Pasi nga vetë imri, po nuk kuptoni që po përgatisim kokos kocka, kështu thirret kjo recetë. Tani tek biskotat e bluara duhet që të shtojmë 200 gram kokos. Për një kujdes nga lloji i kokosit që po e përdorni, unë po përdor nga ky lloj kokos të imët. Ky paketim i ka 100 gram, në total do të shtojmë 2 paketime të tilla, por nga njëri paketim do të largojmë një pjesë amësh për ta dekoruar pastaj sipër ëmbëlsirën. Nga pako e dytë, pak largojmë amësh, vazhdojmë shtojmë pjesën tjetër tek biskotat. Përzijem tani me lugë derisa biskotat dhe kokosi na bëhen bashk dhe të na lidhen. Vazhdojmë tani që të përzijejmë me lugë. Nëse për çdo rast e vrini që masa apo ju mbetet e fortë, pra më e fortë se sa duhet, shtoni pak ujë për ta zbutur, por bëni kujdes. Njëherë vazhdoni përzijeni mirë. Njëherë me lugë, pastaj vazhdoni me dorë. Ashtu do ta kontrolloni më mirë. Por pasi është nxehtë njëherë, do ta përzijej vetëm me lugë. Vazhdojmë shtojmë fare pak ujë, dikon 2-3 lugë gjelle. Dhe vazhdojmë përzierjen tani me dorë. Derisa të sigurohemi që kemi fituar një brumë të mirë, pra njëjtë sikur kur përgatisim bombica. Dhe kjo është masa që duhet ta fitoni. Një brumë njëjtë sikur kur përgatisim bombica, pra kur ta kapni kështu në duar, mund ta formoni në çfarëdo lloj forme që keni dëshirë. Vazhdojmë tani t'ja japim formën. Vazhdojmë dhe ja japim formën, unë po përdor në kallëp në formë katrore, por ju mund ta bëni në formën që ju keni dëshirë. Tani marrim një gotë çaji dhe vazhdojmë e shtypim kështu që të sigurohemi që ëmbëlsira do të na bëhet e barabartë në të gjitha anët dhe mos na mbesin zbrastira në mes të ëmbëlsirës. Kemi nevojë për çokoladë. Unë kam shtuar 50 gram çokoladë qumshti, 50 gram çokoladë zezë, sepse ashtu duket që janë më shumë kjo ëmbëlsirë, por ju mund të përdorni edhe 100 gram çokoladë qumshti nëse keni dëshirë. Te çokolada shtojmë 100 ml krem pona për ëmbëlsira dhe vazhdojmë në zjarr mesatar që ta shkrijmë. Me çokoladën e shkrirë e mbulojmë tërë ëmbëlsirën. Tani lejojmë që ëmbëlsira të shtrëngohet dhe të ftofet në frigorifer diku për afërsisht 30 minuta dhe është e gatshme për të vazhduar dhe për ta shijuar. Dhe të dashur miq, pasi që është ftofur në frigorifer, ëmbëlsira është gati për ta shijuar dhe me çka shkon më mirë se sa me kafen e pasditës. Shpresoj që do ta provoni edhe ju e do ta shijoni bashkë me të dashurit e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.